Apo janë më të organizuar ata? Po jo, nuk ka të bëjë me organizim se kjo s'ka etikë profesionale, sportive, shoqërore. Do të thonë e quan vëlla, ja merr kapitenin, i futesh brenda në dhomë. Çfarë ka zënë rast tjetër? Kur u lut ndeshja miqësore, nuk e kam thonë kur live, po e them tash. Kur u lut ndeshja miqësore ka qenë 2015, nëse gaboj, me njëherë pas pranimit, pas kualifikimit të Shqipërisë në Euro 2016. Është luajtur ndeshja miqësore në Prishtinë. Kanë qenë bashkë futbollistët në hotelin e njëjtë. Shtabi teknik, pas përfundimit ndeshjes, i kombëtarës së Shqipërisë, kam informacione dorës parë, pe përmendi dhe emrin, nga selektori, ish selektori Albert Bunjaku, më ka thonë në sy, jashtë kamerave, ka thonë, kanë ardhur shtabi teknik i kanë bërë ftesa në përdhuma futbollistëve. Qa qunë ti këto? Futbollistëve. Është shumë e vërtet, nëse më dëgjove mirë, mundet me të duke pa besukshme. Pas ndeshjes miqësore, kanë qenë të vendosur në hotel bashkë. Këtu që luajtë 2-2 ka qenë në ndeshje, po. Pikërisht, shtabi teknik i kombëtarës së Shqipërisë ka shkuar në dhomat futbollistëve, ju ka bërë ftesa. Po e citoj këto që ma ka thonë sy Albert Bunjaku, nëse dikush menon që jam të manipulu, është gjykata. Po, je duke citu. Unë jam i vetëdijshëm çfarë po flas. Do të thonë unë e shoh këtu rrezikun. Nuk e shoh rrezikun që bruti ai tjetri shumë mirë që shkojnë me përfasu Shqipërinë. Unë e shoh të rrezikshme veprimin, tentimin djallëzor të Federatës Shqiptare me ja marr kapitenin Kosovës. Kjo është e padrejtë. Kjo është si më të hin shpe edhe më ta prek rrubin e shtëpisë. Unë e shoh kështu. Kjo që qenka sistematike edhe në këtë drejtim, Halil, këto informacione nuk kanë dalë, po për këtë janë federatet e futbollit, pse nuk reagohet, se disi është... Shumë e mojë përgjësi për atë që po them, se si pse s'reagohet atëre, pse s'reagohet, pse... Nuk kemi asnjë deklaratë. Sepse Kosova s'ka federat, Kosova ka